Varrezat e qytetit të Vlorës kërkojnë më shumë vëmendje dhe investime gjatë këtyre ditëve. Një situatë shqetësuese infrastrukturore që kërkon një ndërhyrje për abilitimin e territorit dhe kryesisht të rrugicave të cilat të çojnë nëpër parcela. Nga vëzhgimi realizuar gjatë kësaj të premteje nga televizioni 6+1 Vlora, vjetre se situata është shqetësuese dhe se sektori i varrezave në ndërmarrjen e shërbimeve publike duhet të investojnë në lidhje me shtrimin e rrugicave, të cilat në kohë merreshje shiu bëhen balt dhe në verë shndrohen në pluhur. Një fakt i tillë shqetësues ka mbritur edhe në televizionin 6+1 Vlora nga vetë qytetarët. Kjo do të thotë se kërkohet më shumë vëmendje ndaj banesës së fundit të qytetarëve të Vlorës, por edhe të këtyre njerëzve që prehen këtu, që dikur kanë qenë dikush në jetë duke kontribuar për këtë qytet. Një shqetësim është edhe bari që në disa parcela ka mbuluar varret, teksa familjarët dhe qytetarët e shikojnë me shqetësim të madh, ku ekziston edhe frika e pickimit nga gjarprind. Në fakt ka ndodhur edhe më parë, mbetet të merren masa të menjëhershme për të riabilituar këto problematika që shfaqen sot në varrezat e qytetit të Vlorës, të cilat kërkojnë më tepër vëmendje.